Vetëm me datën 31, ekipi kujdestar ka realizuar dikon rreth 28 intervenime madhore të pacientëve tonë, që kanë rezultuar me humbjen e gishtërrinjve, do të thonë disa pacienta kanë pas amputim të gishtërrive total, që defekte komplet zhveshje e gishtit, do të thonë me lëkurë ka mbet vetëm kocka, dhe mësmarrjet e amputimit me largu çat gisht. E na e dim se është e rëndë invaliditeti e një fëmiu 14 vjeçar që e kemi në klinikë. Kemi bërë futjen e gishtit në lëmbën inguinale apo abdominale. Klinika e kirurgjisë plastike rekonstruktive si vetëm shërbim terciar, do të thonë në kuadër të qendrës klinike universitare gjatë festave të fundvitit, ka ofruar shërbim 24 orë për të gjithë qytetarët e Kosovës. Fatkeqësisht, do të thonë nga mesi i muajit dhjetor ka filluar përdorimi i mjeteve piroteknike, të cilat kanë rezultuar me lëndime shumë serioze të qytetarëve të Kosovës. Në klinikën e kirurgjisë plastike, do të thonë shërbimi emergjent joni, kolegët e mi kanë trajtuar dikun rreth 45 raste lëndime të rënda të qytetarëve të Kosovës, që kanë kuptu dëmtime serioze, që është dorë të intervenohet nga ana e kirurgut plastik. Vetëm me datën 31, ekipi kujdestar ka realizuar dikon rreth 28 intervenime madhore të pacientëve tonë, që kanë rezultuar me humbjen e gishtërrinjve, do të thonë disa pacienta kanë pas amputim të gishtërrive total apo parcial, do të thonë vetëm një pjesë e falangës apo gishti në tërësi, dëmtimet e indeve të buta në sasi mjaft të lartë, defekte lëkurore, dëmtimet të aparatit tetivor, do të thonë nuk kanë mujtë, këta pacienta nuk mundën me mbledh gishtat apo me shtri gishtat për shkak se mjeti eksploziv i ka dëmtuar tetivat, i ka dëmtuar enat e gjakut, ka shkaktuar një plagë eksplozive me defekt shumë të madh edhe të pjesës volare edhe të dorzale të shuplakës së dorës. Dhe këto lëndime kanë vazhduar edhe gjatë ditëve deri te hanën, kur në total kanë qenë 45 pacient. 6 prej tyre kanë qenë lëndime shumë të rënda, të cilat janë të trajtuar në klinikën e kirurgjisë plastike, për arsye se kanë qenë defekte komplet zhveshje e gishtit, do të thonë me lëkurë ka mbet vetëm kocka, dhe mësmarrjet e amputimit me largu çat gisht. E na e dim se është e rëndë invaliditeti e një fëmiu 14 vjeçar që e kemi në klinikë, apo një 28 vjeçari, apo 35, edhe madje edhe 70 vjeçari është invalid në qoftë se humb një gisht. Ne është dashur me bëj disa intervenime kirurgjike rekonstruktive, kemi bërë futjen e gishtit në lëmbën inguinale apo abdominale. Këta pacienta pastaj qëndrojnë deri 5 javë në spital, pastaj duhet një bëhet ndarja e gishtit nga barku dhe disa operacione dhe periudha e rehabilitimit nga ana e fizioterapisë me muj dhe muj të tërë. Fatkeqësisht çdo vit kemi numër jashtëzakonisht të lartë, si vjet ka qenë shumë i lartë numri 45, ka qenë edhe më shumë pacientë tjerë me lëndime më të vogla, që ndoshta vetëm një suturë direkte, por ato nuk i kemi regjistruar, janë marrë mjekët emergjent. Adoleshentët, 20 deri 30 vjeç, kanë qenë 23 vjeç, pastaj nga viti 1970 deri në vitin 2000, kanë qenë dikun rreth 18 raste. Domethënë, shpesh herë fëmijët vijnë pasojë e përdorimit së bashku me prindin, sepse prindri i përdor këto mjete së bashku me fëmijën, dhe fëmiu, si fëmijë, duke mos e ditur rrezikun e këtyre mjeteve, ju eksplodon në dorë, humb gishtërrinjt. Raste të tilla kemi pas edhe vitin e kaluar, ku këta pacientë pastaj gjatë tërë vitit janë ardhur tek ne në ambulantën tonë specialistike për të trajtuar, për të mjekuar këto plagë, sepse këto janë plagë multiple, me dëmtime si të indeve të buta, si të kockës, shpesh herë shoqërohen edhe me fraktura, do të thonë, me thyrje të gishtërrinjeve, e mos flasim me lëndimin më serioz me amputim apo me humbje të gishtit. Janë pacienta të cilët në vazhdimsi pastaj kërkojnë ndihmë nga ana e kirurgut plastik për të rikthyer jetës normale. Të vedisohemi që edhe festa të festohet me shumë kujdes, me shumë vëmendje, të jemi vigjilent, sepse këto mjete piroteknike janë shumë të dëmshme. Më shumë shkaktojnë dëme se sa kënaqësi dhezja një petarde apo një mjeti tjetër me madhësi
cilat i kemi parë na, si mjek, dhe unë shpesher çuditem si një prind ja lejon fëmijët vet përdorimin e një mjeti kur e din që mundet me eksplodu edhe me shkaktu dhe me jashtëzakonisht të lartë. Inshallah, dën Zoti të jetë viti i fundit me kaq numër të madh të invaliditetit që kanë pësu qytetarët e Kosovës, të vedisohemi edhe t'i themi stop lëndimeve nga mjetet periteknike.